Sot dua të flas për njerëzillikun. A ju ka rastisur t'hipni në ashensor dhe komshiu, i cili jeton në të njëjtin pallat me ju ka 5 vite që nuk ju thot kur mirëmëngjes në ashensor. Dhe historisë kjo shohim çdo ditë. Njerëz që mirë se nuk të përshëndesin, po të shohin edhe shtrëmbër. Gruaja e ka ditë sipër që derdh mbeturinat mbi rrobat e tua. Gjithë autobusi shohin një hajdut xhepash që po të bën xhep. E askush nuk flet, madje i thot shokut që kanë gjithë, shive, ja krufi. Këto janë shenja që njerëzilliku po jep shpirt. Jen radh dhe dikush vjen nga pasa i bërtet shitëses, ma po i paket cigare, si kur ti të mos ekzistosh. Ecën trotuar, dikush përplas me bryl, jo nga ligësia, por sepse nuk të sheh fare, sepse sot ne nuk shohim më njëri tjetrin, nuk duam ta shohim. Nuk kemi problem me syt, por me mendjen.